Shtetet e Bashkuara konfirmon takimin me Rusinë për misione diplomatike. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara do të rinisin bisedimet në Stamboll më 10 prill, lidhur me rihapjen e misioneve diplomatike përkatëse. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Tammy Bruce, u tha gazetarëve se delegacionet nga Moska dhe Washingtoni do të mbajnë në raundin e dytë të konsultimeve të përqendruar në operacionet e ambasadave. Bruce tha se asnjë temë politike apo e sigurisë nuk ishte në agjendën e bisedimeve, duke shtuar se lufta në Ukrainë absolutisht nuk do të jetë temë e diskutimit. Këto bisedime janë kryesisht përqendruar vetëm në operacionet e ambasadave tona, jo normalizimi i raporteve dypalqe që mund ndodhë siç ka thënë kur të ketë paqe mes Rusisë dhe Ukrainës, tha ajo. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë, Maria Zakharova, më herët ka deklaruar se delegacioni rus do të udhëhiqet nga ambasadori rus në SBA Aleksandr Darchiev, ndërsa delegacioni amerikan do të udhëhiqet nga zëvendës ndihmës sekretare e Shtetit për Evropë dhe Eurazi Sonata Kalter, përcjell Alsat. Herën e fundit që Washingtoni dhe Moska u takuan në Stamboll ishte me 27 shkurt, të dyja palët e përshkruan në raundin e parë të bisedimeve si të frutshëm. Sot janë bërë dhe 2 shkëmbime të burgosurve, një balerinë amerikane, Ksenia Kalorina, është kthyer në Shtetet e Bashkuara, ndërkohë është liruar edhe një shtetës turk rus, i cili në fakt kishte grabitur disa mikroprocesorë të përdorur nga ushtria dhe po i dërgonte në Rusi.